Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Disa histori prekse nga masakrat që ndodhin ndaj fëmijëve në veçanti në Gaza. Megjithse historia moderne në Palestinë ka me qindra dhe mija rrëfime, rënqethëse, shqetësuese, që ta trishton shpirtin. Mirë, ne kemi zgjedhë disa prej tyre t'i paraqesim para jush për të pa gjithna atë që kjo ushtri në emën të luftës kundër terrorizmit bën terror që se ka po bota në shekullin e fundit. Atë që nuk mbahet mend që ka bën një ushtri dikon në kohën e fundit. Megjithse kemi në popullin ton njerëz që e llogarisin shtetin më demokratik, shtetin më të zhvilluar, shtetin model. E shefne çka bën ky shtet model në këtë Palestinë, e cila tash e 70 vjet rënkon dhe lëngon nga plagat që vazhdimisht kjo ushtri okupatore ja shkakton popullit autokton, i cili me shekuj jeton aty den babaden. Andaj nuk kanë Palestinë familje pa një histori të humbjes së të dashurit të tyre, pa një ndodhi e përshkuar me dhimbje. Në çdo rrahje të zemrës, raketat shuan hijen e jetës së fëmijëve që priteshin me mall, dhe në çdo nën mbetet një vul zjarri e pikëllimit pas humbjes së burrit, prindërve e më pas edhe fëmijëve. Vdekja në Palestinë ka më shumë se një emër dhe më shumë se një fytyrë dhe një fiksim të çmendur për fëmijët. I merr ata foshnja, të mitur, madje edhe para se të lindin, ende duke qenë në barkun e nënave të tyre, pa u përshëndetur asnjëherë me jetën. Pas ofanzivës së përgjakshme që përfshiu Gazën, vdekja nuk vjen më një nga një, por ajo merr me shumicë, pa u kënaqur vetëse duke marrë një sasi të madhe të zemrave të njoma e të trupave të pafajshëm. Ja disa raste të këtyre ndodhive. E para, rasti i mjekes Ala an-Najjar, që e kemi treguar dhe kemi folur për te. Mjeke, pediatra, e cila nuk e la vatanin e vet, nuk e la shtëpinë e vet, ajo dhe burri i saj mjek, Allahu i kishte gëzuar me 10 fëmijë. Ajo vazhdoi me shërby popullin e vet në ato kushtet jashtëzakonshme të vështira, ku s'ka kushte elementare për jetesë e jo më për trajtim të plagosurve në spitale. E bjerë burri në punë, ajo le burrin dhe fëmijën në shtëpi, kurse të sigurt. Dhe i vjen lajmi se për 10 fëmijëve 9 i vriten, burri në gjendje të rëndë edhe fëmija Ademi i fundit gjithashtu 12 vjeçar i plagosur. Prej nënve të vrar, disa prej tyre të djegur të shkomoqur, e dytë pa gjendur në ngërmadhat e shtëpisë që kanë bombardu. Një nën i dha 9 fëmijë, burrin në rrezik jete dhe fëmijën e plagosur. Dhe ku i erdhi lajmi, tha, ata janë dëshmor. Inda rabbihim yurzakun, ata furnizohen tek Zoti i tyre. E tregoi durimin e saj të jashtëzakonshëm, tregoi një vepër madhështore heroike, të cilën jo çdo kush prej nanave mund ta bën. Shembulli i dytë, familja e udhëheqësit politik të Hamasit Ismail Haniyeh. Baba i dëshmorëve, vetë dëshmor. Kjo familje dha 5 antar për një herë, 5 nipa dhe fëmijët e tij u vranë teksa ishin me makinë të shku për të bë bajram në Fitr Bajramin e kalum. Edhe ishin viktima 3 djemtë e tij edhe 2 nipat e tij, ata paguan çmimin e lartë të udhëheqjes së popullit vet dhe qytetar i atij vendit. Shembulli i tretë, Xhaxhai Ahmet, dha 11 dëshmor nga familja e tij. Kishte ndarë shtëpinë e madhe në 5 apartamente për fëmijët dhe nipërit e tij. Ishte shtëpi e dashurisë, e kujtimeve, por një sulm i shkatroi të gjitha ato.
3 raketa e kthyen shtëpinë e tij në pluhur dhe hi. Pas 4 operacioneve, sulmeve, ai mësoi se 11 prej fëmijëve dhe niparve të tij kishin rënë dëshmor. Dhimbja që mbeti ishte aq e thellë, ma e thellë se plagët që i morin në trupin e tij. 11 antar. Shembulli i 4. Engjëjt e vegjël, gjaku që murosi edhe muret, gjaku që ngjyrosi edhe muret e kishës. Po, në Gaza, jo vetëm muslimanët, po edhe krishterët vuajnë nga ky terror shtetënor që udhëheq ky shtet okupator. As kishat nuk ishin më të sigurta se xhamiat. Me 19 tetor 2023, 10 persona u strehuan në kishën e Shën Porfirit, kisha më e vjetër në Gaza, një sulm e shkatoi tërësisht, 18 persona humbën jetë, përfshi 3 fëmijë të vegjël, Rames, Gjulia dhe Majid, me i vogël ishte 10 vjeçar. Babaj i tyre bërtiste dhe thoshte, vran engjëjt e mi, vran engjëjt e mi pa paralajmërim. Kështu bën ushtria e cila nuk ka qëllim të merret me ushtar që ka përballë, po merret me civilt e pafajshëm. Yusuf Sharaf, një humbje që përfshiu të gjithë të afërmit e tij. Ishte vullnetar në ekipet e shpëtimit, punëtor i palodhur. Ai rrinte aty besnik adheut të tij me 4 nëntor, mësuese të gjithë 2023, mësuese të gjithë antarët e familjes së tij, prindërit, fëmijët, vëllezërit, hallat, tezet ishin vrarë nga një bombardim. Ndërta ishte edhe nipi i sapo lindur, pas 16 vite shpritje, gjithsej 13 antar nga familja e tij ishin vrarë. E kuptoni çka ndodh? Pamje që nuk i gjen askund kështu të bashkuara sikur se po ndodh tani në Gaza. Edhe del dikosh edhe pastaj ka guximin me fol e me mbrojt atë që bën kjo ushtri terroriste, këtë masakër që e bën, këtë gjenocid që e bën atje. Pastaj kemi shembullin e 6, Lana, Hala, Jana, Juri, Turin, Kerim, Ubejde, gjithë fëmijë të moshave nga 1 deri në 16 vjeç. Të gjithë u dogjen, jo vetëm u mitën, u dogjen nga bombat izraelite. Dhe për çdo emër, një zemër prindi e shkatruar që nuk i parapriu dot në rrugën drejt armëshimit. I djegin përdorin armë jo konvencionale, jashtë të gjitha rregullave dhe konventave. Për ka vlen rregullat? Për shtetet dopta. Për ata që spysin kënd, edhe që s'japin llogari para askujt, nuk vlen. Nana e Mahmudit vaj në brigjet e gjakut. Me 21 nëntor 23, një sulm në veri të Gazës vrau 5 nga fëmijët e saj, Mahmudin, Beran, Tejsirin, Mu'tezin, Ajen. Në natyre nuk përballai dot dhimbjen. Ai u hodh mbi rënoja duke bërtitur për fëmijët që nuk mund t'i përgjigjeshin më asaj. Ebul Kusman, një nën që iku me 8 fëmijë e nipër, ajo tha, jemi mirë, kujdesuni për veten. Sa i tha fëmijëve jemi mirë, pjesës tjetër familjes, pak më vonë 18 antar të familjes së saj, përfshirë 5 fëmijë dhe 3 nipërit, u vranë. 9 nga viktimat ishin fëmijë. Disa mbetën në rënoja për ditë, nuk mushin t'i nxjerrin xhenazet kufanat e tyre. Një tjetër kapitull gjaku në librin e luftës. E kështu me radhë, shembuj të shumtë të familjeve të ndryshme, të cilat kanë humbur fëmijët e tyre. Ato në varkat e nanës, e të posa lindur, e pastaj ata pak më të rritur. Janë ndodhi prekëse nga qindra histori që ndriçojnë errësirën me flakën e shpirtit dhe dëshmojnë për një tragjedi të pandashme që vazhdon për më shumë se 1 vit e gjysmë. Tash e 600 ditë. Njëra nga tragjeditë më të tmerrshme të historisë moderne. Kretë këtë e themi për shumë arsye. E para, që s'paku të japim një mund minimal për të treguar nga cila anë jemi rrështu. E dyta, për ta mbajtur gjallë kujtimin për këtë vend dhe për këtë betejë ku bëhet gjenocid ndaj popullit autokton vendas. Dhe për të treguar botës, mjaft mo me hipokrizi, mjaft mo luftë kundër terrorizmit ku janë pyetje të tjerat, e për kraj terrorizmit ku janë pyetje ata që i përgdhelin. Duhet jemi të drejtë me të gjithë,
Vetëm me drejtësi ka mundësi me ecë mbar bota. Vetëm me drejtësi ka mundësi me pas miqenje dhe rahati, paqe të vërtet. Këtjerat fjalimet e pushtetarëve të ndryshëm të botës janë për konsum ditor, nuk kanë seriozitet, as sinceritet, dhe askush nuk i merr për afër zemrës dhe afër mendjes. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të shkatron agresorët. Allahu i Madhëshëm të ndihmon popullit të shtypur në Gaza, të jep fitore të madhe kundër agresorit dhe të përfundon me drejtësi dhe barazi këtë luftë dhe këtë tragjedi që ndodh atje, këto masakra dhe këtë gjenocid që e bën ushtria izraelite. Allahu i Madhëshëm na bëft vazhdimisht në shërbim të kësaj kauze dhe i shkatroft të gjithë ata që e ndihmojnë okupatorin çfarëdo forme për të vazhduar derdhjen e gjakut të gjithë njerëzve, në veçanti të këtyre fëmijëve të pafajshëm që kanë lindë dhe kanë menduar se do të rriten në atë vend. Zoti shpëlbeft. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.